Rikthehemi përsëri të dashur miq në Shizon Top Club me vajzat tona Iden në 100 FM dhe sigurisht në kanalin 10. Ne do të kalojmë në fakt tek më shumë thellësi tek të eliminuarat tona të kësaj jave. Kanë qenë Cindy, Fedola dhe Zejna. Vajzat e kemi këtu për të shfaqur çdo mendim dhe emocion, cilit kanë ndjerë kaq afër pranë fundit të qenit e eliminuar. Si e keni përjetuar momentin e eliminimit dhe si ju ka rezultuar gjithë kjo gjë? Gjithë secila mund ta nisi. Zejna patjetër. Po e nisun. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, madje kur jam futur në fillim nuk e kam menduar që mund të shkoja deri në këtë pikë, se tani të gjitha mendojmë, është ai vetbesimi që të gjitha do jemi deri në finale, por të them dhe të jem e sinqert, kur jam futur në fillim jam futur thjesht të kaloj kohën edhe me rrugën kam marrë atë guximin që të them dua të shkoj deri në finale apo gjysmëfinale. Ka qenë një rrugtim absolutisht shumë i bukur dhe dua t'i falenderoj se aty s'kam pasur shumë mundësinë që t'i falenderoj gjithë, po si para kamerave, si mbrapa kamerave, si dhe ju këtu për opinionet tuaja dhe moderimin tuaj, jam shumë falenderuese dhe ishte një mundësi shumë e bukur për mua. Dhe normali që ishim afër fundit dhe të gjitha do donim që ta preknim finalen. Sigurisht. Për ty Cindy? Po. Tani, unë t'jem e sinqert, nuk e prisja të eliminohesha, por siç thash edhe gjatë puntatës, kjo është një sfidë, patjetër do e fitoj vetëm njëra nga ne, kështu që po e shijova shumë rrugtimin tim këtu, po e shijova, i mora më të mirën, unë nisa dhe episodin e para nisa realisht nga zero, kështu që kam marrë dhe shumë kritika, komente pozitive jam përmirësuar gjatë puntatave dhe për mua ka qenë edhe një sakrificë, sepse kam ardhur nga Italia, e kam lënë gjërat e mia, andej familjen time, edhe punën që kisha. Për gjitha gocat, po për ty ajo t'ja patjetër. Pak më shumë edhe kjo më bëri që të jepja akoma më shumë. Të jepja maksimumin tim. Gjithsesi rrugtimi im ka zgjatur dhe goxha se gjysmëfinale tani nuk është pak. Dhe më kanë ardhur edhe shumë oferta të bukura, kështu që jam shumë mirënjohëse edhe ndaj produksionet, juve, dhe patjetër daj që këtu me kokën lart. Faleminderit, e shpreh shumë bukur. Për ty Fedola, si ka qenë? Kur aplikova fillimisht për Shizon Top, kisha të pasigurin që a doja dilja, sepse ishte një rrugtim i panjohur për mua, po shkelja për herë të parë në pasarel, por ndihem shumë e fat që isha pjesë e një rrugtimi të tillë. Në veçanti do falenderoja gjithë stafin, produksionin, gjithë antarët e jurisë, në veçanti Niko Komanin, ka një vend veçantë zemrën time. Përshëndesim, përsëri dhe përsëri. Gjithashtu dhe juve për gjithë opinionet tuaja. Jam munduar të bëj më të mirën për ju. Besoj mos keq kuptohem nga asnjëra, uroj shumë dhe shpresoj që mos jem keq kuptuar nga asnjëra. Ju falenderoj pafund. E kam shijuar në maksimum, kam njohur persona të rinj që kanë ndikuar shumë patjetër tek unë. Kam mësuar shumë prej tyre dhe do më mungojnë shumë. Jo, sa shumë ka fol Fedola sot, s'ka fol asnjë. Ka të vete flokën ndoshta. Unë mendoj që të treja vajzat janë karaktere shumë të veçanta, mendoj që do t'i mungojnë finales, edhe unë kam dashur që të treja të shkojnë në finale. Cindy është shumë e ëmbël, Zena është shumë e zgjuar, Fedola ka trup yll, ka trup shumë të bukur. Dhe mendoj që do t'i mungojnë finales, por ja që vendet në finale janë kaq dhe nuk mund të shkojnë të gjithë. Bravo, do jetë një fitues, po mendoj, uroj që ju të keni marrë më të mirën nga ky emision dhe të jeni bërë më të mirat e vetes tuaj. E kam shijuar maksimum, kam marrë anët më të mira dhe doja të shtoja që çdo fundi një rrugtimi krijon mundësi, domethënë për fillimin e një rrugtimi tjetër akoma më të bukur. Po, edhe unë kështu mendoj që ju do ecni shumë përpara. Falenderoj. Duke dashur të marrë një opinion dhe nga Megi, Emila dhe Eli, qëndroni, a bini dakord dhe ju për eliminimet e kësaj jave, pra të gjysmëfinales? Ka që afër fundit. Në këtë pikë të lojës, mendoj që eliminimi ishte i drejtë për të tre vajza, duke qenë se Cindy për shembull ka qëndruar vetëm e thjesht, domethënë atë horizontin e saj, domethënë nuk ka dalë jashtë vetes saj, ndërsa për Fedolën
konstante nga fillimi deri në fund, ndërsa për Zenën mendoj që e ka penalizuar më shumë vetëm gjatësia. Besoj se është zgjedhje. Kam një pyetje për Eli. Luson me Elin jemi në një gjatësi, besoj. Jo, se unë jam gjatësia. O Eli, e mendon vërtet këtë se një moment kur u përmend emri jot parë që u gëzove shumë, mendoje që mund të rrezikoje dhe ti mos të ishe në finale? Jo, po prisja që emrin të thuhej për në finale dhe sa po u dha, thjesht reagova në të Po mënyrë. se ndjeva që kishe një lloj dyshimi që nuk do përmendej emri jot në finale. Më duk sikur ishe shumë dyshuese nëse do jetë emri jot për në finale apo jo. Jo, unë isha 100% e sigurt, thjesht po prisja emrin. Po t'ishe e sigurt, nuk do ishe gëzuar shumë tani. Tregoje sinqerisht. Jo, realisht isha shumë excited, po prisja emrin. Që të më thonë. Doja realisht. Jo, s'ka gjë. Dhe thëja që për Sindin dhe Fedolën ka ardhur shumë keq, sepse i kam parë në finale, e di potencialin e tyre. Edhe vetëm për Zenën, mendoj se nuk mund të jepte më shumë se aq, dhe siç e thave vet kishte ardhur për të kaluar kohën, kështu që me që kishte ardhur për të kaluar kohën, nuk e meritonte para nesh që kemi sakrifikuar aq shumë. Si, nuk do të thotë që unë në fillimet e mia e kam marr pak a shumë sa për jo për të kaluar kohën, domethënë e kam marr me atë pozitivitetin që mund ta vazhdoja lojën ose edhe po mos ta vazhdoja do isha okay me veten time, po kjo nuk do të thotë që unë s'kam sakrifikuar se kam sakrifikuar këtu ndoshta më shumë se ju, ndërkohë që kam lënë dhe shkollën time, e kam pezulluar, kisha atje një jetë që më vazhdonte dhe kam ardhur këtu për një për një arsye. Patjetër janë gjëra që gjithë secili pak më shumë apo pak më pak ka zgjedhur t'i lejë për një eksperiencë dhe një mundësi më të mirë në atë. Nuk mund të thotë që Zene nuk mund të jepte më shumë në këtë ose në finale. Duke dashur të ngelen tek çfarë mund keni dhënë ju më shumë. A mendoni që deri më tani e keni dhënë maksimumin tuaj apo ka pasur shumë më shumë për ju për të shfalosur, por ne jemi në gjysmëfinale dhe kjo ka qenë koha të cilën ju e keni pasur deri më tani për ta dhënë. Domethënë në veten time do të doja që të jepja më shumë. Domethënë kam dhënë aq sa kam mundur dhe vërtet ndoshta këtu kam dhënë më shumë se gocat e tjera, por nuk dua të bëj krahasime, edhe nuk dua që gocat të fillojnë me mimikat e tyre, pastaj se kanë atë epshin që janë në finale dhe kanë atë gjën që okay. Mos e unë shuan për mimika. Po do shkojmë direkt te mendimi jonë. Te mimikat e vajzave ngelemi patjetër. Megi është ajo që është spikatur më shumë për mimikat e veta dhe vajzat nuk stopojnë si ja thëni. E shuan dhe ti vete për këto mimikat e tua? Nuk e kam fare problem. Mimikat janë pjesë e karakterit tim dhe mua më pëlqen shumë që i kam. Edhe nuk do doja t'i ndryshoja, sado që ca mund ta thonë si vretje, ca mund ta thonë si Zene që do traton fytyra, mund ta quajnë si të duan, unë e quaj veten me fat që arriti tregoj emocionet e mia nga mimikat. Më pëlqejnë dhe nuk kam fare atë dëshirë. Është e jotja, po. Pëlqen veçantia ime. Është diçka shumë e veçantë që ke dhe mua më pëlqen shumë. Nuk e marr si gjë të keqe. Po, dhe duke dashur për të marrë dhe opinionet e eliminuarve. Pra, ta qëndrojnë dhe për ty vajzat që janë zgjedhur në këtë eliminim? Doja t'i përgëzoja njërë vajzat, se gjysmëfinalja është pothuajse fundi dhe është realisht një eksperiencë aq e bukur, aq që ka qenë e vështirë, kështu që është një sakrificë për gjitha. A ishin të pritshme? Mendoj që po. Më shumë keq më vjen pak për Sindin dhe për Fedolën. Fedola është shumë fani dhe më vjen shumë keq që nuk është faqur kjo gjë dhe në emision. Është realisht një person shumë i veçantë edhe mezi pres që ta shikoj Fedolën në... Po pse ndani Zenën? Pse se të gjitha e ndat Zenën? Sa të gjithë për Sindin dhe Fedolën? Për mua Zene ka pasur 2 netët më të mira tani nga fundi. Ndërsa gjatë rrugëtimit ka qenë shumë e qetë dhe edhe në ka qenë komplet e kundërta sepse unë kam qenë nga puntata e 4 deri në këtë puntat që kam pas dhe debate me gocat, kam pas edhe në studio, si kritika ashtu dhe komente të mira, kështu që nuk mendoj që kam qenë puntatet e fundit. Mua ishte... Besoj se gocat më ndajnë për arsyen që
kam qenë gjithmonë ajo që ja kam thënë në sy në një pikë të lojës, domethënë, dhe për faktin se nuk kam pasur avërsi me disa prej gocave këtu dhe mendojnë që ndoshta kam vajzat e tjera jo. Nëse do isha më votuar aty, ndoshta do isha në edhe unë aty, edhe mund të isha dhe një rrezik për një çmim tjetër, jo për çmimin e gocave, absolutisht nuk kam sy në asnjën nga çmimet që ato mund të marrin. Por që thjesht nga afërsia që ne kemi pasur dhe nga gjëja që ato kanë krijuar dhe në kohën e tyre në lidhje me mua, pavarësisht se nuk kemi folur asnjëherë, mendoj se është kjo ndarja që ato. Domethënë po thua që e kanë më shumë nga marrëdhëniet shoqërore që kanë krijuar me njëra tjetrën. Po, nga marrëdhëniet shoqërore, jam shumë e sigurt që është nga ajo, po. Jo, me shumë mund se kemi nga rreziku që ndjejmë nga Zeina. Po se ndjen dot. Mirë, duke krahasuar edhe një situatë. Domethënë ju ma ndjeni rrezikun, këtej thot nuk I dua çmimet e vajzave, është. Jo, nuk është kontradikt. Në qoftë se ti e ke dëgjuar atë si çfarë thash? Unë jo një. Asnjëherë. Se jam e shkurtër, prandaj nuk Jo, janë nuk ka lidhje, s'ka të bëjë. Po dhe unë e shkurtër. Edhe Deni është e shkurtër, po ka e goxha, kështu që po. Ishin komentet tuaja. Sa e shkurtër, sa 1.60 jam. Si jam shkurtër. Po Deni sa është? 1.65, kështu që Nuk ka të bëjë gjëtësia. nuk ka të bëjë. Cili ka qenë momenti më I bukur I cili ti do doni ta merrit nga She's on Top dhe në qoftë se do doni të veçonit dhe një që nuk do doni ta kishit kaluar, pra eliminuar në atë eksperiencën tuaj? Momenti më I bukur ka qenë kur kanë treguar historinë time dhe kanë qenë ato opinionet që kanë dhënë të gjithë, si të këqija, si të mira, si të kundërta, si pro meje, domethënë, ka qenë momenti më I bukur për mua se kam mundur edhe më kanë mundësuar që të shfaq edhe një anë tjetër të timen. Dhe nuk e di, jam shumë e lumtur që kam njohur 3 nga opinionistët më të mirë, domethënë, nuk e di, dhe Niko në veçanti, sepse edhe në momentin që jemi eliminuar, ka qenë një person aq I dashur me ne, sa që janë mbushur syt me lot, domethënë në çdo moment dhe thjesht doja ta cekja. A do e ndiqni finalen? Po, absolutisht. Normal që do e ndjek. Dhe duke dashur të ngelem dhe tek momentet tuaja më të bukura dhe ato më të vështira të cilat nuk do doni të kishit pasur. Atëherë, momentet më të bukura do cilësoja gjitha udhëtimet, momentet e bukura me gocat, sfidat javore kanë qenë të paharrueshme për mua. Gjithashtu dhe çdo kompliment apo kritik që ka ardhur prej juris, I vlerësoj pa mas, ndërsa një moment më pak të dëshiruar do cilësoja eliminimin. Apo pickimin e bletës. Edhe atë nga pak. Cindy? Atëherë, unë nuk I Do t'i përgjigjem dot. mungojnë intrigat e Jo, unë nuk I përgjigjem dot kësaj pyetje me një diçka të bukur, ta veçantoj një diçka, por që çdo gjë që ka kaluar, çdo situatë ka qenë e veçantë në mënyrën e vet. Jam kënaqur pafund, kam mësuar shumë edhe ato momentet jo të bukura ose pak më të vështira, për shembull në sfilat, sidomos ato sfilatat e para që herë e parë për mua se Emocionet pa në atë moment kur I përjeton atë moment ke si ankth, je sikur po kalon një diçka, po. Por kur I kujtoj tani janë gjithsesi kujtime shumë të bukura, kështu që çdo gjë që kam kaluar ka tjetër, se tani dilni rrugëve, ju njohin njerëzit, kërkojnë bën foto me ju. Shijojeni këtë fazën. Shijojeni se si vjen më. Kismet. Me kismetin e vajzave në shkon një shkëputje publicitare dhe rikthehemi përsëri mish në 100 FM dhe në kanalin 10 së bashku.